Okej, miqtë e mi, jemi rikthyer sërish në studio, sigurisht duke ndryshuar pak sa atmosferën. Unë do doja që për gjithë ju që nuk e keni ndjekur nga edicioni informativ, domethënë ju prezantoj me një kronik, me një ngjarje, me një histori dhe reagimet pas saj. E ndjekim. Një histori me të vërtet e dhimbshme është ajo e dy fëmijëve, 14 vjeçarit Bekim Neziri dhe 12 vjeçarit Xhelal Neziri. Dy fëmijët e ardhur në Elbasan nga Puka me të ëmën e tyre 7 vjet më parë, pas një dhune të vazhdueshme që ushtronte Jati mbi ta, nuk kanë gjetur as pak një jetë më të mirë në qytetin e Elbasanit. Jeta e tyre gjatë këtyre viteve është jetuar rrugëve të qytetit, ku krahas mirimit dhe varfërisë së skajshme, fëmijët kanë nisur të dhënohen edhe nga ëma e tyre. Tashmë ata e kanë braktisur si shkak i kësaj dhune edhe barakën ku jetonin më parë, dhe i vetmi vend ku kalojnë netët e gjata dhe të ftohta të këtyre ditëve është kabina e një makine të braktisur në periferi të qytetit të Elbasanit. Shoqëruesit e vetëm të tyre janë qenë të rrugës, me të cilët i bashkohen braktisja në rrugë, pavarësisht se ata din të falin shumë dashuri. Pse jetonin në makinë? Jetojmë nga që në rreth mami. Sa ku keni qenë? Ku këtu kemi vit. Vetëm jetoni këtu? Ja, në të dy. Është e vërtetë kur ju vjen çahani. Ja, që na japin. Kush ka jep? Që na japin. Na japin blejmë gjanë. Ka ditë që nuk kanë? Ka ose? Shkon shkollë? Shkoj, apo e me s'kam liber që të shkoj. Qefton? Kam qik nga kamët. I pas e kamën tuaj? Di, Po mamin? vjen kalon këte, në rreth. Keni shkuar, keni kërkuar ndihmë diku? Kemi qenë të cefa. Që nga jeni ju? Sa vjet po bëni këtu në Elbasan? 7 vjet. Po pse keni ikë nga Puka? Nga që na rreth të babi. Po mami, pse ju rreth? Me na rreth mami, sa herë se dilshim në kështu me shokët të, e na rreth. Pastaj, na rreth ditë për ditë ajo, edhe unë pastaj ardha këtu. Sa vjeç je? 14. 12. Më i vogli ndër vëllezërit, 12 vjeçari Xhelal Neziri e vuan edhe më shumë këtë gjendje dhe e ka të pamundur të flasë, por ato që flasin më shumë janë lotët e tij. Sa vjeç je ti? 12. Pse jeton këtu në makinë? Me që na rreth mami në shtëpi. Pse ju rreth mami? Historia e këtyre fëmijëve është me të vërtet tronditëse, por ajo që të shqetëson është se si mundet që dy të mitur të jetojnë në kushte të tilla të mjerueshme, dhe askush të mos kujtohet për ta. Askush deri tani nga institucionet shtetërore nuk e ka identifikuar një rast të tillë, aq më tepër të marrë masa për të ndihmuar këta fëmijë. Rreziku për ta është jashtëzakonisht i madh, jo vetëm për sa i përket lënies së tyre në gjendje të tillë të mjerueshme, por edhe për sigurinë fizike, ku në çdo moment ata mund të bëhen prej trafiqeve njerëzore. Në mënyrë simbolike, televizioni Ignatja u ofrua t'i ndihmonte sadopak këta dy të mitur, me ushqime të ndryshme, duke qenë të vetëdijshëm se ato do të mbarojnë shumë shpejt. Dhe më pas, ç'do të bëhet me këta fëmijë? Po miqtë e mi, ja pra kemi ndjekur këtë histori, sigurisht përgatitur nga gazetarja e Radio Televizion Ignatja, Nerila Koçi, për sa i përket domethënë kësaj problematike, është ka qenë, le ta themi kryefjala për sa i përket rubrikës sociale në edicionet informative.
Pastaj e kemi transmetuar në fillim, kush ka qenë impakti I parë nga institucionet në fakt. Kemi marrë një përgjigje, le ta themi edhe nga vetë drejtoresha e drejtorisë rajonale të shërbimit social në përgjithë qarkun e qytetit Elbasanit, Marsida Xhiu, ku ditën e dieshme domethënë është njohur me problematikën, fal Radio Televizionit Ignatja dhe gazetarëve të saj, por gjithashtu duke trajtuar këtë temë dhe duke I krijuar këtyre dy fëmijëve, pra 12 dhe 14 vjeçarit, të cilët përveç se të pastre, domethënë dhe dhunoheshin nga, siç e dëgjuam dhe nga kronika nga babai I tyre, sigurisht duke I krijuar dhe një përkraje. Unë sot nuk jam vetëm në këtë studio, por kam ftuar gazetarin e Ani Reporter dhe shqiptarja.com, Andi Qosja. Andi, mirëmëngjesi. Faleminderit që erdhe sot në Mëngjes në TV. Por gjithashtu Andi nuk është vetëm, ka ardhur dhe me një koordinatore e një rrjeti social. Mirëmëngjesi, Raimonda Duka. Sigurisht që janë të dy të ftuarit e mi për ditën e sotme, që do të flasin në lidhje me këtë problematik. Fillimisht të ndalemi tek problematika Andi, sepse përveç siç e thash, domethënë Radio Televizionit Ignatja, ti ke qenë I pari që ke çuar këtë tek mediat kombëtare. Dhe në fakt duke qenë se gazetarja Një Reporter dhe e shqiptar.com me shkrimet e tua, në fakt e ke përcjell këtë problematik si rubrik e cila ka prekur jo vetëm qytetin e Elbasanit, qarkun e Elbasanit, por mbar opinionit publik. Kush ka qenë problematika si fillim, impakti I parë kur e njohur me këtë problem? Për sa I përket ngjarjes, është një ngjarje e cila ka kapur një problematik shumë të madhe, bëhet fjalë për dy të rinj, dy adoleshentë të moshës 14 dhe 12 vjeç, të cilët janë të pastrehuar, por mbi gjitha dhe dhunohen. Është e padrejtë që shoqëria jonë t'i abandonojë në këtë situatë, në këtë gjendje. Megjithatë kemi pasur kontakte të shumta në ngjarje me fjalë. Dhe ajo çka kemi arritur dhe ajo çka kemi bërë është fakti se kemi kontaktuar me një rrjet social I cili është shprehur I gatshëm për t'i ndihmuar, sidomos të rit, kur përveç strehimit të tyre është bërë mundur që edhe të shkollohen, edhe të gjenden një psikolog I cili t'i ndjekë në vijimësi për një hartëhor e 1 vjeçar. Kjo është një gjë e mirë për sa I përket këtyre të rive. Ngjarja është në dinamik dhe çdo kush nga instanca përkatëse duhet të marrë masat, sidomos për rastin konkret, sepse në qarkun e Elbasanit kanë shumë ngjarje të tilla të cilët duhen evidentuar dhe duhen ndihmuar. Në fakt, ne kemi dhe koordinatoren e këtij rrjeti social, Raimonda Duka, koordinatore e Edi Bler. Çfarë është ky rrjet social në fakt dhe kur ka lindur ky rrjet që të prezantoj, të merret me të tilla raste, siç është koordinuar dhe me Ardin? E nisim direkte. Edi Bler nuk është thjesht një emër që është marrë thjesht si tabu. Edi Bler është bashkimi I 2 emrave shqiptar, Edison dhe Blerina. Edi Bler është më shumë si një rrjet social. Kur Andi na paraqiti rastin për këta 2 fëmijë, ne u ndihmuam më shumë, u prekëm më shumë sepse përveç Edi Bler nuk është thjesht rrjeti social, por është që ne të ndihmojmë, misioni jonë është të ndihmojmë njerëzit që janë të abandonuar nga shoqëria civile, po ashtu edhe nga politika. Po ku konsiston kjo ndihma juaj? Kur thua ndihmë, Raimonda, kujt ti referohesh? Çfarë ndihme I ofroni juve këtyre? Meqense se rastin e kemi konkret, neve kësaj familje I sigurojmë një strehim, veshmbathje, shkollimin e fëmijëve, të gjitha nevojat që psikologen dhe të gjitha çfarë një familje, çfarë I nevojitet këtyre fëmijëve, ne jemi I garantojmë çfarë I nevojitet. Po si keni arritur, domethënë, kur është prezantuar, kur keni marrë vesh, domethënë, në lidhje me këtë rast dhe kush kanë qenë ato zhvillimet nga marrja e rastit, informimi me rastin? Unë para 2 ditësh kontaktova me Andin për këtë rast. Dhe unë kontaktova me stafin tim të Edi Blerit dhe në momentin e parë sa unë më prezantova për këtë rast, direkt ata më dhanë okejn që neve duhet t'i ndihmojmë, sepse misioni është të vazhdojmë rrugën që Nën Tereza la në gjysmë. Po, shumë e bukur kjo. Në fakt, çfarë sinjalizimesh, çfarë është bërë konkretisht nga afër me 12 dhe 14 vjeçarin? Neve që sot, unë me Andin,
do ikim, kemi gjetë shtëpinë, po do flasim më nga afër të bëjmë atë kontratën 1 vjeçare për fëmijët. Kush e mundson, domethënë këtë, kush është e mundson të ardhurat e Stafi jonë Edi Bler. Po çfarë fitimi, çfarë leverdie ka në fundit? Neve Edi Bler nuk është fitim-prues, po është ndihmues për shoqërinë civile. Është thjesht ndihmues. Çdo e ardhur që neve fitojmë nga Edi Bler, do shkoj për të gjithë familjet të nevojë. Në fakt, Andi, nuk e di, mund të na japësh një koment në lidhje me reagimin e drejtuesës së shërbimit social në qarkun e Elbasanit, zonjushës Haxhiu, si e prite këtë reagim, domethënë, sepse kishte 2 ditë rasti që ishte publikuar në media lokale dhe kombëtare, siç ishte një reporter, Radio Televizioni e Gnatja dhe një reporter shqiptare.com, dhe pastaj lajmi mori vend edhe në të përditshme dhe televizione të tjera, le ta themi. Është gjë e mirë kur instancat përkatëse reagojnë, sidomos rasti kur është evident. Më vjen mirë që edhe drejtoresha është bashkangjitur rastit, sepse ky rast është si shumë raste të tjera të cilët duhen evidentuar, por nisem nga fakti i thjeshtë se 2 fëmijë të vegjël, të cilët përkatësisht 12 dhe 14 vjeç, nuk kanë asnjë të ardhur dhe nuk kanë asnjë ngrohtësi prindërore. Marr rastin sepse është me të vërtet i dhimbsur, nisur nga fakti që janë nga një qytet i largët siç është qyteti i Pukës, por nga ana tjetër është edhe dhunimi sistematik që i bëjnë prindërit, sidomos e ama, të 2 fëmijëve. Kështu që të flesh në një kontener nga muaji janar dhe asnjë nga instancat përkatëse të mos marrë masë do thotë se shoqëria jonë dal nga dal po kthehet në një shoqëri egocentrike, në një shoqëri e cila mendon vetëm për veten e vet, ndërkohë që shtresat në nevojë abandonohen në një mënyrë sikur nuk janë pjesë e jona. Prandaj ndjem shumë mirë çdo kush ose çdo person i cili ka mundësi për të ndihmuar këtë persona, pse të mos t'i ndihmojnë. Këtu nuk shoh asnjë gjë të keqe, edhe neve nga ana gazetareske kemi bërë maksimumin rastin ta paraqisim si rast i cili është në një gjendje emergjente dhe ja ku jemi sot, këto 2 të rinj do t'i garantohet një stërhim 1 vjeçar, do t'i garantohet një shkollim 1 vjeçar, do t'i garantohet një psikolog 1 vjeçar. Nga ana tjetër, edhe drejtoria e shërbimit social në Elbasan ka marrë masat që edhe këto fëmijë t'i garantohet edhe një pension, të cilët të mund me të ardhurat e tyre të mund t'i bashkangjiten bashkëmoshatarëve të tyre për të luajtur apo për të marrë me grup moshet e vetët. Raimuda, si jeni koordinuar me drejtuesen e shërbimit social, apo thjesht ju jeni në mënyrë të pavarur? Ne jemi në mënyrë të pavarur, nuk kemi thjesht kam kontaktuar thjesht me gazetarin, thjesht domethënë me rastin që ka prekur lajmin. Në fakt, ky është rasti i parë që ky rrjet social reagon në këtë lloj mënyre, domethënë ndihmon sepse unë Andi, siç po i them, qëse jemi tek ky rast, gama shumë e gjerë. Është një kontratë e cila do të mund t'i siguronte të fëmijëve një të ardhme, siç mund të thosh, të garantuar 1 vjeçare, sepse kaq është edhe mundësia e rrjetit social Edi Bler, por kjo do thotë se neve nisim një hap. Domethënë tashmë janë instancat qeveritare ose instanca përkatëse të cilët përgjigjen për këtë rast, sepse nuk mundet një kompani ose një rrjet social të bëjë të mundur në vazhdimsi garantimin e jetës. Por kjo është një sinjal i mirë që çdo person ose çdo kush të cilët ka mundësi të ndihmojë të fëmijë, pse të mos i ndihmojë. Për sa i përket rastit konkret dhe ne konkretisht ditën e sotme jemi nisur për të shkuar dhe për të pronotuar një shtëpi me qira 1 vjeçare, do të firmosim disa kontrata së bashku dhe me rrjetin, ndërkohë që do ta pasqyroni këtë Andi nëpërmjet sigurisht sepse çdo gjë duhet të jetë transparente, sepse ky është edhe qëllimi që çdo gjë që ndihmohet pse të mos publikohet. Meqense nisëm tek mëngjesën e TV, unë doja që të vazhdonim atë pjesën e puntatave, pjesën e telenovelës, nëse ta quajmë kështu, të lajmit pozitiv, sepse jemi në një lajm roz dhe që arrin të realizohet. Sigurisht, ky është edhe qëllimi ynë, domethënë pavarësisht se sot po e promovojmë për herë të parë tenis, mendoj se do ta pasqyrojmë edhe ditët në vazhdim. Megjithatë, jemi në hapet e parë, jemi në rrugën e duhur, por nga ana tjetër jemi edhe në momentin e duhur që këto fëmijë të mos vuajnë në ato vujtje të cilët i kanë vitet të cilët i vuajnë në kurrizë të tyre.
Po, Ermenda, çfarë mund të shtosh në lidhje me këtë, meqense sot juve nisët me këmbë të mbar në mëngjes në ETV, ky ishin disa, nëse mund ta quajmë kështu, agjenda e ditës së sotme që ju do të realizoni sot për sa i përket rastit në fjalë të dy fëmijëve, domethënë të pastre dhe të dënuar, 12 dhe 14 vjeçar, pak a shumë si do të procedohet më tej me këta fëmijë? Me këta fëmijë thjesht neve e përmendëm më sipër, unë vazhdoj e përmend që do kemi strehimin, veshmbathjet, shkollimin, po ashtu ky është rasti i parë për një rrugë shumë të gjatë për ndihmën e njerëzve në nevojë. Po ashtu theksoj që Edi Bler, përveç që ne ndihmojmë njerëzit në nevojë, gjithashtu theksoj që të gjithat ato rinj që kanë mbaruar një fakultet, që nuk kanë mundur të gjejnë një punë, neve i sigurojmë njerëzit që të punësohen. Okej, dakord, jemi në minutat e fundit të këtij formati, mëngjesit të sotëm. Monandi, sigurisht që kjo ishte thjesht ajo introja, hyrja kryesore, prezantimin e rastin e kemi prezantuar, e kemi ndjekur, kemi parë reagimet e para nga institucionet drejtuese në qarkun e Elbasanit, edhe pse më vjen mirë që do ta quajmë një rrjet social, siç ishte Edi Bleri, ka reaguar, thjesht për garantimin e këtyre dy fëmijëve për rreth një afati 1 vjeçar, pastaj duhet të reagojnë që pas këtij 1 vjeçari të vjen paksa në pozita dhe institucionet drejtuese, në fakt ata që janë thjesht kompetent dhe ata që në fund të fundit e kanë detyrë paguhen për atë punë dhe e kanë detyrë për të reaguar dhe për të mbrojtur këta persona në nevojë. Unë ju falenderoj që i kisha sot në studio, ju sigurisht që ju uroj një ditë të mbar sepse keni goxha punë sot. Dhe Andi, në qoftë se nesër do të gjejmë një minutash të vogël të pasqyrimit çfarë keni bërë sot, pse jo ata shikuesit dhe dëgjuesit janë kurioz për të parë se çfarë ka ndodhur me këta dy fëmijë. Andi Qosja, gazetar Jani Reporter dhe shqiptarja.com me shkrimet e tij goxha interesante, mik i emisionit Mëngjes në ETV, por gjithashtu edhe Raimonda Duka, koordinatore e Edi Bler për këtij rrjeti social. Faleminderit. Miqtë e mi, ky është emisioni për sot nga ora 7 deri në orën 9 dhe do të shihemi sërish nesër me një temë goxha interesante. Nesër nuk po ja prezantoj të ftuarin, do të flasim për një temë goxha